shikoni makinat tjera, shikoni çfarë makina shko këtu, në dy anë ka makina, edhe në këtë anë, po të na me shku pak të ajo që ju përmenda. Kërë sa shumë lëvizje ka, valla, shumë njerëz. Tash e ke parasysh sa njerëzit dojnë me më fol, edhe më kanë përshëndet, po kur e shohin kamerën, e kanë pak kompleks. Dhja ku është ajo Bisha, makina madhe, Shamia Kuqe është marka. Unë e thash që është Shamia Kuqe, se mora vesh herë, po Shamia Kuqe që ka marka, edhe e dhuruar, ja, hajri këtu. Ja, kjo këtu, është në pronësi të Ministrisë Ekonomisë së Shqipërisë, që e lexova sot, ja ku është. Honqica, 770, jo Shamia Kuqe, Flamuri Kuqe, e pas kam ngatru me Shamia Kuqe, Flamuri Kuqe ka emrin, Honqica, 1966 e prodhuar. Ministria e Ekonomisë e ka në pronësi, Shqipëri. Ja ku është makina që është dhuruar nga Kina, Enver Hoxhës në atë kohë, një makinë nuk e di, a është kështu blind shpuse, apo si quhet kjo, ma thuj, miku, si është kjo, auto blind, e blinduar, pra, ja si duket brenda makina, ja shikoje pak, afro kamerat lutem, shikoje se sa interesante duket, edhe Flamuri Kuq, pse nga trova unë me Shami Kuqen, ja dhe mbrapa, si hapen dyrt, njëra hapet kështu, tjetra hapet ashtu. Ja të futem më brenda pa i kisë të shoh se çfarë madhësie ka. Interesant si ka nejtë në verin atë kohë. Ja 2 kamët, unë jam 2 metra gati, e nuk unë prekin kamët, në qofë se shef diferencët. Ja shife kamera këtu, të lutem, shife sa. Shumë interesant kjo makinë. Me perde, se në atë kohë s'ka pas gjamatëzi. Ja ku i ka perdet. Ja perdet. Në qofë se kthehe shërgjia me i pa. Bravo. Shikoj se çfarë perdesh me plastik poshtë, shumë e mbajtur e ruajtur, një makinë dhuruar nga Kina e Enver Hoxhës. Ja, e mbyllim këtë, hapet si puna e Rollsit. Paka shumë. Në 2 anet. Ja shikoj e mrapa. Hajde këtej pak. Hongqi. Me shkrim kinez. Ja shikoj e pak. Hajde merre vesh tash se çfarë marke makines është. A vazhdon kjo markë më prodhu sot akoma apo jo? Nuk e di, vetëm se e di që është diçka interesante dhe më duket, po, manual. Jo, është elektronike. Pra dhe më thonë, automatik, hej zot na ruaj. Pse sot më kanë hik fjalët, automatike. Është makinë automatike. Ja si e ka dhe Turinin përpara, në qoftë se e shikojmë përpara. Ja ku e kemi. Ma interesant është targa me yll. Ja. Ky ylli simbolizon Flamurin e Kuq patjetër ndoshta. Sepse edhe kështu shkruan. Honqica 770, Flamuri i Kuq 1996, Ministria e Ekonomisë në Shqipëri e mban këtë makinë. Shumë interesant.